Koha e pajisjes me ID card zbret nga 14 ditë në vetëm 3 ditë. Risia është lançuar nga Identitek, kompania shtetërore e prodhimit të dokumentave biometrike, duke sjellë një shërbim të ri për qytetarët shqiptar, përkatësisht të identitetit të shpejtë. Fal këtij shërbimi, përmes një pagese prej 3.000 lekësh, çdo qytetar mund të pajiset me letër njoftim elektronik brenda 3 ditësh. Shërbimi është krijuar për të lehtësuar dhe shpejtuar procesin e aplikimit, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë urgjente për dokumentin e tyre të identifikimit. Procedura e përshpejtuar është veçanërisht e dobishme për emigrantët, të cilët qëndrojnë për pak ditë në Shqipëri, si dhe për të gjithë ata që kanë nevojë të marrin shpejt kartën e tyre të identitetit, qoftë për arsye personale, profesionale dhe administrative. Në vijim të angazhimit për inovacion dhe lehtësimin e aksesit në shërbime, Identitek në varësi të Ministrisë së Brendshme synon të jetë sa më pranë qytetarëve, duke ofruar produkte e shërbime të cilat përmirësojnë jetën e tyre. Aplikimi kryhet në çdo zyrë Identitek në të gjithë Shqipërinë. Procedura është e thjeshtë. Blini kuponin me procedurë të përshpejtuar, merrni me vete dokumentin e vjetër ose vetë deklarimin e humbjes vjedhjes nga Eubenia, bëni aplikimin në një nga zyrat e Identitek, të riqni kartën e re po aty ku keni bërë aplikimin. Ky shërbim është i aksesueshëm për të gjithë qytetarët shqiptar, duke përfshirë ata që pajisen për herë të parë me letër njoftim elektronik, ata që rinovojnë dokument të skaduar dhe ata që kërkojnë zëvendësim për shkak të skadimit, dëmtimit apo humbjes.